Po, Bordi i Asociacionit Komunave të Kosovës, i përbërë nga kryetarët e komunave të partive të ndryshme politike, pas deklaratës së fundit të kryeministrit në detyrë zotrit Albin Kurti rreth kryetarëve në ardhje apo në përgjithësi për kryetarët e komunave, ku tha që doni me një deklaratë e cila nuk ishte shumë që të bëhet përpjekje për bashkëpunim ndërinstitucional në mes nivelit lokal dhe nivelit qendror, po më shumë duke i fryrë polarizimit në shoqërinë kosovare. Bordi i Asociacionit Komunave të Kosovës vlerësoi që kjo deklaratë e kryeministit në detyrë, zotrit Kurti, është një lloj fyerje për kryetarët e tanishëm të komunave, po dhe kryetarët në ardhje, sepse janë institucione tjera cilat vlerësojnë se kryetarët e komunave çfarë veprimesh bëjnë. Nëse bëjnë veprime cilat nuk janë në kuadër të përgjegjësive të tyre apo ndonjë veprim i cili bie ndesh me ligjin, atëherë janë institucionet e drejtësisë cilat duhet të mirën me to. Po gjithashtu është qytetari i Republikës së Kosovës i cili vlerëson si kryetarët e komunave a kanë punuar apo jo, për këtë kemi edhe zgjedhjet lokale. Do thoni patëm raundin e parë ku kryetarët të komunave nga partitë të ndryshme politike fituan garën në raundin e parë. Pra, a duhet theksojmë, a duhet thuhet se edhe ata të kryetarët cilët janë zgjedhur në vitin 2021 kanë bërë veprime antiligjore, apo jo, si kanë qenë edhe 4 kryetarë nga lëvizja vetëvendosje. Më duhet të kthehem në vitin 2021, sepse nuk është hera e parë që kryeministri në detyrë i tanishëm zotri Kurti shprehet me këtë fjalor në vitin 2021, pas zgjedhjeve lokale të atij viti ku 4 kryetarë ishin edhe nga lëvizja vetëvendosje, deklaroi që krimi ka zbritur në nivel lokal, do të thonë në vitin 2021. Atëherë nëse pas ka zbritur në vitin 2021, valla do të thotë që edhe kryetarët që vinë nga radhët e lëvizjes vetëvendosje janë të përfshirë në këto krime apo çka ka ndodhur. Gjithashtu më duhet theksoj që kemi kaluar ato sisteme qeverisëse kur një person ka vendosur për buxhetin e shtetit. Tash kemi ligjet në fuqi, e kemi ligjin për financat publike, ligjin për financat lokale. Do të thonë legjislacionin në fuqi në Republikën e Kosovës i ndan edhe mjetet buxhetore për komunat e Republikës Kosovës. Buxheti i Republikës Kosovës nuk është buxhet i cili menaxhohet nga një individ, po menaxhohet nga parlamenti, nga qeveria dhe nuk mund të vendos një person, ka kaluar ajo kohë, për ndarjet buxhetore nëpër komuna. Vallë tash a duhet shfrytëzohet kjo kohë që të favorizohen komunat në baza partijake dhe etnike, apo duhet të respektohen ligjet cilat i ka miratu Parlamenti i Republikës Kosovës, ku janë të përcaktuara ndarjet buxhetore. Do të thonë, duhet vetëm të respektohet legjislacioni në fuqi dhe mjetet financiare të cilat dedikohen për komunat e Republikës Kosovës të ndahen ashtu siç e meritojnë komunat e Republikës Kosovës. Do të thonë, në përgjithësi, kryetarët e komunave, se s'po flas edhe për përpara, mirë po nga ardha në detyrë e kryeministit në detyrë zotrit Kurti në vitin 2021, deri më tani, asnjë kryetar i komunës, pa marrë parasysh përkatësinë politike, nuk e ka ndonjë akt akuzë të ngritur për krim, siç ka theksuar në atë kohë në vitin 2021 që krimi ka zbritur në nivel lokal, apo për këtë fjalë që e përdori tash gjatë vikendit, se mos i votoni njerëz të cilat janë hajna apo këtë. Do të thonë, kjo është sinqerisht është një gjuhë jashtëzakonisht e ulët, se kryetari i komunës merr vota të drejtë për drejta nga qytetari i Republikës Kosovës. Dhe në shoqërinë tonë, kryetarët e komunave vlerësojnë që nuk kemi nevojë ta polarizojmë shoqërinë, po kemi nevojë për një bashkëpunim ndërinstitucional, i cili bashkëpunim është i lënduar gjatë këtyre 4-5 viteve të fundit. Jo që e thojmë ne si asociacion, po e kanë thënë shumica absolute e kryetarëve të komunave. Dhe në vend që kryeministri në detyrë t'i përfaqësojë dhe t'i mbrojë interesat e gjithë komunave të Republikës Kosovës, ai del me deklarata të tilla, ku këto deklarata nga Bordi i Asociacionit janë vlerësuar si deklarata fyse. Domethënë, në komuna zhvillohet jeta e qytetarit, nuk zhvillohet nëpër zyrat komode të kryeministrit në detyrë apo ministrave në detyrë. Për këtë arsye, Asociacioni i Komunave të Kosovës gjithmonë ka vlerësuar
dhe vlerëson frymën dhe angazhimin e përmirësimit të relacioneve ndërinstitucionale, e jo polarizimit të më të tjeshëm të raporteve në mes institucioneve qendrore dhe institucioneve lokale. Pa marrë parasysh se në çfarë faze jemi, do të thonë një deklaratë e tillë e kryeministrit Kurti ka ndodhur edhe në vitin 2021 dhe bashkëpunimin me kryetarët e komunave të shumicës së komunave nuk e ka pas në nivelin e duhur. Neve nuk do të hyjmë nga aspekti politik se në çfarë periudhe jemi, mirë po në përgjithësi bordi i asociacionit ka vlerësuar që një gjuhë e tillë e përdorur nga kryeministri në detyrë, i cili duhet përçojë mesazhe unifikuese qytetarëve të Republikës Kosovës, e jo mesazhe polarizuese, dhe nuk është një person në Republikën e Kosovës i cili mund të vendosë për buxhetin e shtetit, mund të vendosë se cili kryetar është i përfshirë në afera kriminale apo në afera të hajnis, apo punon mirë apo nuk punon mirë. Për të gjitha këto kemi institucionet tona, cilat bëjnë vlerësime të tilla, po kemi edhe verdiktin e qytetarit. Do të thonë, pa marrë parasysh, neve mendojmë si asociacion që kryeministri në detyrë, ministrat në detyrë dhe përfaqësuesit e institucioneve qendrore duhet dërgojnë mesazhe ku qytetarët nuk polarizohen nga aspekti politik. Nuk kemi nevojë të kemi polarizime në mes institucioneve lokale dhe qendrore, sepse kjo më së paku i nevojitet qytetarit të Republikës Kosovës në këtë situatë politike dhe në këtë situatë ekonomike përgjatë cilës Kosova është duke kaluar. Kemi masat e Bashkimit Evropian, nuk e kemi të miratuar buxhetin e Republikës Kosovës për vitin e ardhshëm. Plani për rritje nuk është askund dhe janë me qindra miliona euro që qytetarët e Republikës Kosovës nuk janë duke i prekur. Do të thonë me investime të tilla do të përmirësohet jeta e qytetarit, e jo të dalim me deklarata të cilat janë fyese ndaj kryetarëve të komunave të cilat e marrin votën e drejt për drejt të qytetarit. Po e riteksoj edhe një herë, asnjë kryetar i komunës që nga viti 2021 nuk e ka ndonjë akt akuzë të ngritur për ato deklarata të cilat kryeministri në detyrë i ka bërë edhe në vitin 2021, po edhe gjatë këtij vikendi. Në shumicën, nëse i pyetni kryetarët e komunave, shumica absolute e tyre theksojnë që po. Do të thonë që ka pas pabarazi në ndarjet buxhetore nga ministritë e linjës kundërvall kryetarëve të komunave. Këto janë edhe të faktuara, të argumentuara. Nëse e bëni analizën e raporteve financiare dhe projekt buxhetit për këtë vit, e shihni që ka pas dallime drastike në investime kapitale për projekte të reja, po edhe për projekte në vazhdimsi. Vitin e kaluar, për shembull, në vitin 2024, deri që një komunë e cila është qeverisur nga lëvizja vetëvendose, ka përfituar 102.15 euro për kokë banori për investime të reja kapitale. Kemi komuna tjera të cilat kanë përfituar, është komuna e Shtimës, komuna e Xhilanit 85.69, komuna e Kamenicës 80.26, kurse shifni, komuna e Prishtinës e Prizrenit për shembull ka vitin e kaluar 4.64 euro për kokë banori, komuna e Pes 19.07, komuna e Suarekës 1.77 euro për kokë banori, dhe kemi komuna tjera të cilat nuk kanë përfituar asnjë cent nga ndarjet buxhetore të ministrive të linjës për investime të reja kapitale. Këtë vit e kemi situatën ku një komunë e cila qeveriset nga lëvizja vetëvendosje ka fituar më shumë mjete financiare për investime të reja kapitale se sa komuna Prishtinës edhe Prizrenit bashk. Do të thonë, këto janë ato ndasit, këto janë ato mesazhet përçarëse dhe fyese të cilat i ka përdor kryeministri në detyrë adresuar për zgjedhjet e ardhshme ku do të kemi të zgjedhur edhe kryetarët e komunave. Më duhet ta riteksoj që Asociacioni i Komunave të Kosovës kërkon nga niveli qendror që të dërgojë mesazhe bashkëpunimi ndërinstitucional, po e jo mesazhe përçuese, polarizuese ndërmjet dy institucioneve, e sidomos nuk na nevojiten mesazhe polarizuese në shoqërinë kosovare kur jemi në një situatë duke u ballafaqur me shumë probleme.